Deputetja e zgjedhur nga komuniteti bosnjak Duda Balje sot ka mbajtur takimin e parë me kryeministrin në detyrë Albin Kurti për bisedime rreth formimit të qeverisë së re. Balje tha se Kurtit ja ka prezantuar kushtet e saj në këmbim të votës dhe tha se nuk ka marrë konfirmim nga kryeministri nëse ato do të plotësohen dhe se rrjedhimisht as nuk ka dhënë konfirmim për votimin e qeverisë. Sot na kemi pas takimin e parë. Dhe në fakt unë dola para kryeministrit kërkesa cili na si bosnjak kemi. Nuk kemi marrë asnjë konfirmim edhe nuk kemi jap asnjë konfirmim, domethënë është takimin e parë. Tash për tash domethënë jemi në fazë e bisedimave kur gjë më konkrete. Mëtej ajo shtoi se kërkesat e saj janë krijimi i komunës së bosnjakëve, reforma në arsim, trajtimi i barabartë për krejt deputetët që kanë një vot brenda kuvendit dhe takimin e radhës ta nuk e kemi caktuar ende. Balje mëtej shtoi se ka mbetur që edhe nga ana e Kurtit të mendojë dhe më pas të kthejë një përgjigje. Për kërkesa unë fola disa herë, domethënë është komuna e bosnjakëve, është reforma në arsim, edhe domethënë tretmani barabartë me krejt domethënë deputetë që kanë një vot brenda kuvendit. Nuk ka më qenë takimi i radhës? Nuk kemi caktuar. Gjithashtu deputetja tha se nuk e di me siguri nëse do të votojë për zgjedhjen e kryeparlamentarit më 15 prill, pa e marrë sigurinë se do t'i plotësohen kërkesat që i parashtroi kryeministrit. Po ashtu, deputetja e zgjedhur e Kuvendit të Kosovës, një herësh kryetare e partisë SDU, tha se për krijimin e një koalicioni qeverisës është e gatshme që të flasë edhe me partitë e opozitës. Ajo ka thënë se kushtet e njëjta vlen edhe për partitë opozitare, siç janë krijimi i komunës bosnjake dhe reforma në arsim, të cilat i konsideron të panegociueshme. Se të rrasin nga partitë e tjera, do t'i përgjigjeni ftesës për takim nga partitë opozitare? Po, kemi fol, domethënë na jemi domethënë pjesë e kuvendit, na kemi drejt me fol me secili, domethënë secili partia shqiptarëve, e cili ka 51 domethënë vote dhe na si komunitet jemi këtu. Çfarë i tha kryeministri Kurti për kërkesat që i keni parashtrur? Edhe ata kam me pa, domethënë kam me mendu edhe jemi të prit takimin e radhës. A keni kushtet e njëjta edhe për Po. partitë e tjera opozitare? Po, e njëjta janë. Po në seancën e 15 prillit do të votoni për kryeparlamentar nga vetëvendosje? Po tash varet prej bisedave që kena me pas deri 15. A vlen kërkesat ose kushtet e juaja edhe për votimin e kryeparlamentarit, a vlen vetëm për qeverinë edhe për kryeministrin? Duhet me pa në takimin, na tash kemi takimin e parti me kryesisë e partisë dhe mas tani kena me vendosur për këtë. Ndërkohë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka takuar ditën e dieshme edhe 3 deputetë të tjerë të zgjedhur, Nenad Rashiqin nga komuniteti serb, Emilia Rexhepin dhe Elbert Krasniqin.